Po të doni të bëni një sfidë, ju këshin kënduar dhe këngën, po gjithsesi nuk që s'ka lidhje. Mirë, do të kalim... Prit. Po Suel? Do shtë vetëm diçka. Zakonisht shqiptarët ka një shprehje dhe thonë gjëja më e shtrenjtë për ne janë fëmijët. Aman majeni fjalën. Kaq. A e thoni majeni fjalën, asë gjë më tepër s'duhet. S'kan për ta mbajt kur. Unë kam një propozim. Në qoftë se të gjithë njerëzve të kësaj republike, pavarësisht se i kanë mend në kokë apo jo, u lejohet, madje kanë të domosdoshme të flen me krevatë Dorelan, në dyshekë Dorelan dhe jashtëkë Dorelan, të vetmit persona që përjashtojnë nga ky rregull janë kokat e mëdha të shtetit. Ora ju nuk do të flini vëlla, do të rini zgjuar. Ju duhet të rini këmbë. Meritoni as Dorelan. Këtu i tërhoqet ato nga iniciativat, ato pa Dorelan, ti me Dorelan. Jo, ne në atakon, se ne lodhemi, masakrojemi, në atakon. Po këta duhet të rinë pa gjumë. Pra të rinë kokat e shtetit, rinë pa gjumë për shtetarët. Unë jam e gatshme që ti të Bardezia të ngresh do me thënë një kohë, një fushat aktive me këtë mesazhin. Edhe duke i që mesazh. Ata që kanë marrë përsipër për ta bërë gjë, ta bëjnë mirë deri në fund, për ndryshe të kalojnë edhe të vinë tjerë që mund të bëjnë. Duke falenderuar këtë panel ekselent që na e kanë zilit të gjitha studiot dhe këtë e them kështu. Shkojmë pak në publicitet dhe ne do ju presim këtu për të takuar në ndeshje. Me një ngjarje tjetër të afërt.